Ju më pate të regu që keni marrë pjesë edhe në disa organizime për pajtimin e gjaqeve, se studentat, profesorat kanë qenë shumë të involvuar këto. Po, Qysh keni qenë ju pjesëmarrës? Kanë kërku studentat apo me vullnetin? studentat filli i pajtimit gjaqeve kanë qenë kanar një vajzë, Shala ka qenë pripeje, edhe ka qenë 2-3 djemë 3 studenta, kanë ardhur për herë të parë, filli, mu konsultu me profesorin tanë të nqeta në institut. Si ma i vjetër, si njeri i fjalës, njeri i odave që ka njoftë, ka punë teren ma shumë se gjithë një tjerë, edhe profesor fakulteti, punëtor shkencor në institut, me përvojë gjatë, emën që kishte kriju në Kosovë, që i shkon fjala për atë. Edhe kanë hi, në një institut kemi qenë 3, sikur sot po më duket po i shoh, kur kanë ardhur, kanë hyrë ata djemë 3 të profesori, u vënun, kur kanë dalë se zyrin e këm pas në gjithë Vishnimurin e kanë dalë, në koridorin përdes me profesorin Anton. Edhe kanë dalë e në shku. Profesori mas jo këthy, unë e kam qenë të dalë me shku, për shpim duke du kry orari. Thash, profesor, patë mësafir, bukur gjatë majten, se erdhe nete. Tha, shumë mirë, tha, është tha një iniciativë, tha që do respekt, do kështu, tha, do të rinë nga peja, dje me vajza, student, kanë ardhur, tha, inshallah në shko për sëmbari, fjallët e ti, inshallah në shko për sëmbari. Tha, shurime mirë, për çka, tha, për pajtim. Kjo filli, pastaj, ata kanë ardhur, ju konsultu ekipe, tjerë me profesorin, të rritë pe i dhenëve ndryshme, personalitete, historianë, gjuhëtarë, të institutit kryesisht, të konsultu, edhe kanë fillu mi bëj ekipet e para. Me shku në teren, në bashkëpunim me teren ku ka nga tresa, ku ka gjaqe, mershin informatat. E që ishin, në fillim, shkoj ke profesori vetë, Muhamet Piraku, Zëmer Neziri, ka shku Drita Satovsi, kam shku në krahinat veta, si i nifshim plagët e fshatit, se cilit krahina, vishim nga, dikush nga Gjilani, dikush nga Dukagjini, dikush nga Drenica, edhe ata vishin të profesori, thoshin, kjo nga Tresa këtu, këtu e në papajtume, që ka gjaqe, që ka nga Tresa. Edhe kështu, u bërë rjeti, shkojshin teren, për shembull, edhe atje pregaditëshin, i thirshin plesh, ta bën mi falë nemen, se o koha situata qëfare është, profesorin i thirshin nodë në konak, a i shkoj kërrike atje, i bind ke ata, për shembull me ekipin, her i merë ke 5 kësa jonë, qasa jonë e ku ishin i merë ke ekipin, e lej ke Trugovsta, i merë ke të hasit, i merë ke kryke në has, shkoj ke atje, e le caktojshin ditën, në vërtet ata punojshin, se su pajtojshin për një herë. Po me të shenë kontakt non-stop, të e thimë telefon të shku edhe i herë, edhe 2 edhe 3, fale dhe e bindshin. Kur e bindshin, a i the ke jepi fjallin, pajtojnë, e caktojshin ditën. Kur fale gjaku, edhe lejmërëshin atë zonë, shkojshin ekipi për Prishtine, për institutit me autobusa, me kerreve, edhe mbledhe i takimin fush, ka plot fusha pajtimi janë në kënd Kosovës, që thuhet livadhi pajtimit, ara, fusha e pajtimit, lisi pajtimit, aty publikisht, ose ndonjë udhë mrena ku ka pas ma pak. Për shembull, edhe falishin gjaqet. Krye kulmi është Verrat e Lukës. Mbi gjys milioni, a dit aty. Për 64 më duket aty në liber është vrasje nga Tresa, e këto jenë falë aty për aty, pa ndërmjetësim të ekipit. Po në euforinë e kohës që po falen, u lexojshin kush fali, delshin aty për aty. Edhe thoshin, nemen Trinis, nemen Flamurit, i fal gjakun filanit fistekut. Edhe aty kemi qenë të rrethum, krejt, kam qenë pjesëmarrës aty, krejt rrethum me autoblinda policisë serbe. Ka kemi dalë, krejt kemi qenë të rrethum, në nënvrojtim të nanë. Gjys milioni njerëz është llogari, nuk e di me çfarë llogarish, dikush ka dalë në shtyp, kanë qenë pjesëmarrës nga të gjitha krahinat. Ajo ka kulmu. Ajo ka qenë të merri dhe panika e Serbisë. Ajo e fundit. U bashkuan efekti krejt kundërt. Bile aty të dalë, ja kanë marrë një gazetari kamerën ku del në rrugë Deçanit prej Verrave të Lukës, është një urë aty kalon. Edhe më kujtohet se Zekaria Cana ka këcy mi atë farë autoblinë, ja ka ka policit kamerën, ja ka marrë pejdore.
Ka qenë një farë situate e papërshkrueshme, një farë emocioni, një farë. Njerëzit nuk dinin çka është, a do të vriten, apo ka qenë eufori. Aty erdhen 1-2 kalorës në kual, si sa buletini që ka shku në Vlorë, të hypur, kualt me ato tufa, me flamuj, me këto flamuj në dorë, në pajtim gjatë ka qenë dasëm e madhe, ka qenë një papërshkrueshme, është situatë me plot vlime, filma me bëm pa numër dalin, për gjithçka. Ka kalu në për katrahurat e ndryshme Kosova, brez pas brezi. Koha luftës pastaj, torturat, prasjet, metja këtu mrena. A keni qenë në Prishtinë ju gjatë gjithë kohë? Neve na kanë bloku në Prishtinë. Plot në për shtëpia dhe aty ku kom qenë në Sandeja, ka pas në aty mjes sërbë, banesat më të mëdha. Ata i lajmëreshin policinë, unë më rastisim i pas 2 djemë të mija dhe vajzën e vllaut studente, me pas aty, me pas djalin e dajs, 5, Niko i shijimi 3, edhe vinin çdo minut i seleksionojshin, i mershin, i qitëshin për i Prishtine, 3 i mershin i ekzekutojshin, e i qojshin i humshin, ka mos. Sishe ka del vetë, disa provojshin me dal, të treni disa i zgjedhshin në tren, i leshin me hyp, hike policia i merke 3 kondonte, i qitë ke poshtë mos i shifshin. Ta shatë si shatë që të provoj me dalë, as me shku, se disha në fshatë, ku i kam familje, ata ishin ikë për zhaj, ku kanë përfundua, i kanë vra, qka o bo, këputën lidhje, telefonat, këputën kretë, s'kishte komunikim, veç pritëshim gjithë natën. Unë aty ka 3 të këm pas vishin, ka qenë një malazeze grue, ka pas një lokal në gjithë me blokun tim, tash aty është një banka, një furra. Aty vishin paramilitarët, Sheshelit e Drashkovicit e Tarkonit e tënë ka pas veshje ndryshme, vishin me sopatat vogla ton gjak që këshin prej njerës, ku zbritëshin pe kërëve, ishin me dreku, ja tregojshin sopatën, thiken, tën gjak, edhe u lavdojshin njëni tjetrin në përvrima trëlet në vikë qërsha. Ato, vishin vjetëshin vetura, qka zvjetëshin, qka zbojshin. E joshin isha numrat e veturave në letër, isha në shpajs, në mes bloka, ose isha ma nashta vjet dita jo, tregoj ku i e kanë marë. U do ke kjo arbria, kamionat shkoshin, vjetëshin mobilet shpijave me kamiona. Do kësi rom, lashkalije, që ka t'ju thush, ja u dhando e lek, dverdh, i hipshin kamion, i nëzershin se duket pe i bane stima jona, ne, i theshin shpijat, mershin vitrina, mobile, nga kon kamiona, për mitrobis, për kuple, non-stop banin, frajshin, preshin, qka zbëshin. Kur kanë arë njëherë me në nëzirë, jashtë thanë për 5 minuta me dalë, për shtëpije, për 5. Kusht metet këtu e likvidojnë, policia hi në përhymi. Edhe i mora une e qova djallin, i kisha 2 vetura, një ma vjetë, një ma 3. I qoj djallin, thëmë, shko të Ibrahim poshtë, s'kish vetur, i unikut, një qitut kolegë, nanën e ka pas, grunë, e djallin vajzë. Tha, shko, thuj, unë në makinë time ju, ti mi vëziti shofer djali, e unë e këta të mitë. O shku poshtë, u këthy djali, tha jo babi s'po do marë, tha nana ti, gruja tha s'pele, po thot selshaju në shpi. More shko se 5 minuta. Jo, sen, ne u nisem ka me dalë, ka me shku, tha në qek nej. Polisë silin të nanë Prishtina. Më kanë fut mas teatrit, jo, tha në është mas teatrit, jenë bërën me shku për Shqipni. A i shkon gënjeshtë. Kur hiu në mas teatrit fill, aty ka qenë një far kiosku i gjelbërt, edhe duhan, e ka pas një shkrim duhan, që ka veç. 2 policë me maska, me automatik zej jasi, aty që ku më kanal. Niko i shi para meje, jo mas meje ke aj. Tjetër me ke raj, mas meje dhe ajo nalë. Edhe tha, del një jashtë, dulem jashtë. Pikerrit, mi mur fëmin, po djali i madh me vajza hipit të Niko i shi tjetër me shoqe, djali i madh shkoj me thirr një shoqe të vetën dikun, me gjithë gru e u dam. U dam në asë ka shkun, sekondat ishin. Unë me këtë kerrin, me djali dajs, me qikën e vllaut, me djalin tem dytin që kam në kerë këtu.
kur më qitën jashtë, mi qitën fëmin qatë farë kiosku, t'i radhetën kështu. Edhe në zurë, qiti thatë holla, qitë shka këtë holla, thash s'kam të holla. 100 euro thash i kam, marka, 100 marka i kam. Edhe i kisha në qitë gjep, edhe 100 knej, që shërë puna qashtu. Po thash rrugës, më gjinë, i kom dzerë këto 100 i ka kapë. Qiti tjera tha, qiti tha se i pushkatoj, ja va vitit tyte. A beso, Anita, njeri u pumpike, sot. Jo më fru, ja shtysha tyten automatikut, që në gjokja u qitë këtë mire. Ata u zverdhen u vënd barë, ja shtysha, ka dalë të isha, prit pak shërbisht. A i vëqë sytë ja shifsha, një vërë qërape, një vërë maske i kishë pasë. 2 ishin. Pare tha shpet. O, thash, nuk kam parë. Ku e të shku? Thash, jem të shku me marë nanën. Ku i ki nanën? Thash, që qa e shpia në balë, mu dha. Kështu. Thash, e kam me marë nanën edhe mu shkyp për Shqipni. Thash, ajo i ka të holla, thash, ka ja marrë e ti bity. Kështu i kam thash. Më nalë njerë, kujtu. Aj, tha, shpet, tha, shko e mu këthy mos me nda kra me pas asën delë shpi Prishtinë. Këtu me më pru pare. Edhe, i jëm dalur në jëm hipë në kërë, i qitën bagajin që kepe i poshtë dhe qanta, i mërë në fëmija, studentat, dikush pashaport, dikush librez, ka pas tesha, i këshin marë banes, në qanta valigje dorë. I qiti poshtë. Kur i qiti poshtë të him, a i djali po thot babi me t'indeksi. Thash libë, babi vre indeksi. U bona unë me mend fëmis, më zbrita unë ala me marë. Masi e sa 5-6 metra kështu me këtë. Unë ala, thash, qka unë ala? Thash një indeks. O, këtheu, thak, o, këthenu, ti ka këthy për zdyt, ti ka qitë. E, po dënë mi vra, o, të merë rizotit. O, thash, po të njo shumë mirë. Thash, shumë mirë po të njo. S'ka i nisha, fare. Thash, unë po të njo, thash, edhe di ku hanë bukë, tha ti. Thash ti, tha ku? Thash, te banesa jeme, ku ti banesa? Thash, emnija ku pa dita saj ma lezezës mas, ja di. Thash, te filania, thash, unë për ditë që aty ajo më një mu, thash, thirën telefon, thash, e pyte, thash, kuj ishia ti bje pare. Për me bo zgjidhje, më punoj në trunë qështu. Po e kish pas 2 te, masanej. Ka mujtë kërë, po një me mbra dhe mu dhe ata, edhe s'nje kërkon mo. Edhe me të vra, si kur një gjeth me hek për i lisi, era qas kish blesh shqiptari. Edhe tha, shko pra, shpejt paret me mi pru këtu. Ti ke mosh qiti, tha këton, kërë se apo të këshyri. A i rruga drejt është ka Kelmendi, kë avokati që konë. Bajram Kelmendi, edhe atje në balë një shpive shpi, thash që e drejtarja është shesh, unë e për i grajke ku e më shku në atë ngushticën, aty, ku më dash marë për Sofali. Edhe njoni me kërë me gra, me shamija, tup në kryq. Jem hiun aty, në të majtë. Edhe për duna, ka e ka shkon? Thash për Sofali, o, këtheu, tha si ki autoblinde në penal t'i pobi. Tha s'ki mundësi me dalë. Plët, tha, policin rrugë, tenka, tha, në rrugë. O, e ka i rëdhe ti, tha, i rash ka gjëkata, tha, e hina qitu, tha, me dalë ka parku. Tha, shanej s'munësh me dalë ka parku se janë tjetë. Ani ka? Thash, këtheu pro ka s'ka. E to këthyja aja aty, unë e mas ti. Kur im dalë të gjamija aty të kuvendi, ti humra qendrës. Kur im dalë aty, aje është një farë lokali, të teatri këtu, tash në mes është një ndërtese e Austro-Hungarisë aty, shqitore, hotele. Ajo qika vlot, mra po, baciuk, po më thot mu, thot po vrapo në policin e ka pa, në rrugë me kërë, thot po në del para ka teatri. Heta kam shkel veturën, që s'ka pas ma. Vju, ka Iliria, në teras Iliris, plot, polic, stupitu, hongër, veç ata, e qenë vju. I ka o dalaj, e ku në kësyrë në retrovizor, në automat, po ka pas polis të qarkullu rrugës, nuk ka gudzu me shti, se po i vret ata, ajo më ka pështu me familje. Kur e marrë ka banesa, një njësë ka auto Macedonia, me ik me dalë në rrugë, me shku dika, zisha zvet ka. Te auto Macedonia i këshin alë 4-5 vetura patrolla. E i bastis, i është i dur në gjepa, e nala shpejtësin ka dale, për që kur më thonë edhe ty nalu, po ishë në 4-5, e ka dale, gjamin qelë, e së më nalën si shkon të i pleqki. Kur e më dalë, e më hinë në rrur aty, e më këthy më dalë mi urë,
prej Mitrovice vjen kolona me traktora, me najlona, të mbulum gjitun, fmi, gra, kështin e shinave i këshin marë, e përpje për gryt Kaçanikut, po as disha ku me djali, as ku me të gruja, as ku me të vajza. Kom vozit ndash beson ndash mo, deri në gryt Kaçanikut, as atëher, as sot, kur nuk e di, ka kum kalu Kalipjani, a Frizaja, a qysh kom vozita, a kom frenua, që ka bo krejt, e kom atë shërit shlym. A kum pas në moment atëhere, zdisha që ka ndodhi se musil ke këtu do me i përshkatu fmi. Edhe hupa komplet, se di që shkom vozit, as kom nru shpejtësi, a kom vozit shpejt, a ka dale. Kur e më hinë gryt Kaçanikut, kolona s'mu i ke me që ishtë zate. Po vje kur pesho djalli, po vje kënej ma të kërën ma të vjetër. Kur këqyri e nalë, unë e gati ishim nalën, qeli gjamin, ka e të shku, tha s'po kalohet kufini, tha po këthejna në Prishtinë. Po këthejnë thashin mas mese në Prishtinë, sa marani kur. 7 ditë e net kemi nej të fabrika cimentos në rrugë, me kere. As në ishin me dala nej, as më këthyk nej. U bon mbi 40.000 njerës. Therë ka qenë aty. Në kere, në vetur, 7 ditë e net po hangër, do buk hin, e kishin njek hanin e lezit, banor 10 ditë para nesh, shpia të tha. Kishin me do frizer një gru plak, në vërtet musë më tha, po i kish pa fëmin diku, një gru ish me të vetme. Thot hini lok, e thot, në përfriza se keni gjona ushqimore si më pregadit, e na kanë qitjen me që ashtu veç unë e jem në hanë të lezit. Plak më kanë lonë veç mu, edhe veç shkoni lëshoni bagtin, se janë në përgrashdije po hingullojnë, pa uj, pa pilit pin uj, se po dojnë me ngordë. Shkojnë fëmija shtall me shtall, ku gjanja ja vlëshojnë, edhe tani 7 dit, kanë shku, kanë gjetë, ka pak buk, dikun mirë, dikun pak mish, dikun sugjuk, ku po ta diun, e ju në furnizu që shkanë mujtë, ajo zgjatin i di 2 pasaj, veç do mille gjajshin me uj, gruja e qitë ke qëty me uj, edhe qajshin dikun, gjajshin ka shporet, pak e piqshin, e me uj. A besoni kështu ka qenë, të merë vishin patrolla në atë ditit të këqyrëshin, aty dojshin të merë ka qenë. Erdhë një herë një kërë për një do buk, një kamionet. Rapun njerëzit të gjujke, të tërbu njerëzit për juria, ka ishin fëmija. Gjujshin buk, ata i kapshin ato buk, rapojshin të merë konë. Po më thot djali, Erdhë Muhamet Piraku, historian. A i shkon poshtë në oborrin e fabrikës cimentos. Edhe o dalë ko me pa dita kush ashtu takova. Muhamet, hajde një tha me pa t'i koke në hotel A kategorie. Pse, Muhamet? Tha ti në vetur tonë, tha, nuk ka kundërmim, tha hajde poshtë, tha atje ti foja dëmëra. Atje jo mush, ish mush, najlona, bike shi notën. Edhe krejt nevoja të i kry me i madhe i vogël që aty. Aty tha, edhe hajde tha me po, thash ja o lazvi. Që thash me rë djallën e madhë shko. O shku djallë i madhë kur ardhe o babi. O tha na ishim hotel A kategorien kërë, po rrim qështu ullën, po tha atje tha, o da është mi pshel hunte me i. Aty tha ti foja ton kanë me vdek, tha pismun, malaria ka mu bo. Edhe kur një dit mas 7 dit, gruja kish pjek diku një farë buke, veç që ki bo si nore, tull i raja, ma dha një grim, edhe ata që shdu pohan me do uj, dherën qeltë kërët në kërë. Brejshore ka qenë një gazetari i Rilindjes, e një shaktu. Një natë për para, po më thot, u këtha, kom një lajmë, tha mos ju thuj se kretë ishim gjitën, kërë pas kërë, 40.000 njerës të ishin janë. Tha, si Miloshi o dërzu, ka kapitullu, ka dhe ndërheqë. Kom lajmin, tha, po më se bot modhe, tha, se edhe ndodhë, sa është e vërtet, sa, po qohen gnjeshtra. Që kaqë? Edhe mimi një farë kuraje, tha, shajdi shala. Kur të nese me në ka ora 4, mas dreke, mas sokohet, tu amur qatë grim buk, në kërë, të herën e kësha hapë, në kolonë, trotuarë. Kur kanë fillu ato kërët që ishin para një, do po vinë, viu, shpejt, po këthejnë për Kosovë. Pja boj dikuj që ka tha, këtheu, tha se u shliru njani, u shliru. Veç që këmë thonë gjuni këta, e kanë gjujt, i këmë thonë, hinin kërë,
se dikush kënë para kerrit, him, të kom këthy në ven kerrin, në i mas meje, vriu për ne, ku hingë ka qanikut, tu paku kerrit, tu paku, adin jo qa shumë, ecen shpejt, ku i marrë është një kru dhe një shpi me gur, aty o ka në vjetrin, mes gryks ka qanikut, në antë majshka shosh për shkup, po është Lepenci. Aty ka qenë një lokal, edhe tash është hala. Ata ishin konë serb ushtrije paramilitar në qatë par shpijet gurit, e ishin dalë tani në rrugë. Edhe këshit njeni automatikun kështu, e tjetëri manaton, për ma bënë mu shpejt. A i djali mas meje ma të kerin tjetër, unë me të kerin e ri për para. Unë të mendu që është liru, është kapitullu, e për i natë tina, po e nga dalësoj shpejtësi. A i bëjke me dorë, sa mujke shpejt, ishtë qartë. Kur jë më afru afer, ka sha. E kam sha ma të kundak në kërë, a i kërë deri sa është fito ka pas vrimën aty në kundak në derë, sho që a ishë në qatanë. Pim, e ti kam sha shkellem, edhe më ka sha dhe të vrasë. Hytë ti kom ranën e kërë. Po, tu paku. Kër marë në qaglavic, shumë interesant është kjo, marë në qaglavic, se bas dita ishte, 2 polic në ty në qaglavic, ku ma i rreth i qaglavic tash. 2 polic pejon zdjath ka visha, po dojnë me dalë me automatika nonën e majtë. Nonën e majtë ka qenë një lokal me tullat bardha fasadën. Ata 2 në ankolon të kalu. Edhe pesha, kaloj një vetur para meje, këta po motën a me dalë, njoni po tento me dalë, i dyti po rrinë. Unë dhe kur ka njësa i me dalë, ta kom shkel gasin, thash ta shkeli. A besani, thash ta shkeli me vetur. I kom dhonë, sa që ka pas fuqi motori, vju, edhe me që kom kap komt, e ka kësy në kanal, këtë tjetëri ma ka drejtu ato, veç që shtu ka met, a i djalli për mrapa i dojë, sa, o dojë tha, po dojnë me na vra, tha, po e man automatin, nuk ka shti. Jo marrë. Kur erdhe në Prishtinë tu da se cilin në rrugë vetë, kur më këthy une, më shku në barë banes, e kom shti kerrin parking, i zbrita këta të thash heni vijën gjithë shkonit, të la kerrin, e shtina mrena në barë parking, kur dal, një kujshi i banes, këtu, ata që të shritin e zi me shonja kur diske dikush, shaj zije, ja kish vra djalin, kish vra në luft, si polica, ku ta di. Po him, a i njëfshim mirë, disa viti këshim banun atë hymin, lift për dit, po him, edhe veç po më këqyre për këqyre. As po flet, as po flas. Me lift, drrrr, a e kon katin e 6, unë e më kon 3. Erdha në 3 dola. Hesht je vdekjes. Kur him, ta pishin hit, mit në banes, njët as gjo. E sa tap. Ska, as së dërzu Miloshi, ska vënu 5 minuta, orë nona e këti Ibrahimit pe i poshti që serdhen me kërë, që au qova kërë. Hala Sof. Jo, se ka pas Sof e emrin ajo. Po, hala Sofi. 84 vjeqare ka qenë, vitale, e dobt, po e drejtë. Ardh e ka qelë derët, mu ka gjujt në qafë. O, po, shkon ki, mon nuk na le vetë. Mës delë se me ndonë të po dalim. O, jemi të merru, o, mës na le vetë. Thash po su kum loni, ja kum qukerin, o e di, po ajo reja jema, ajo budallisa, qa kemi hek, veç na tha emi vetë në objekt, qka na kanë botu na torturu, tha. Veç na tha, mon, e nisi po qanë. O, thash mo edhe me dash mos mu i dalim, thash se na këthy nga ngujun, thash su ndalim, veç mos delni. Deri o kry lufta ne që aty, s'kudzoj ke kush me dal jashtë, njerën është tin mu evidentu të parku me dit kush met sa met adresat, në thanë mësë më regjistru, kon të gjojmë pa qatë letër që ta japim, i ekzekutojmë. Ditën u dash me shku, që me ndit ata këshim pa dash me bo regjistrin, që kam ju bo që ty në qenë met, ku janë tash në përshpia. Me në likvidu dhe ne, edhe mi këthy aty, bombardajshin punë. Sa e dënë të me ndodhë bombardimi, i lajmëroj ke dikush me telefon me radiostaciona. Dishin Serb që ishin banes, vrapo ishin shkollëve, e shkojshin strejmore poshtë të konë në objekt. Na pritëshin 5 minuta, veç kur bëjke raketat, të ushtria ka zërme në qajtë e najë.
Këtë gjomat në atona u patën thyt banes për i dridhjeve nga kazerma të Santeja. Po shpirti mu knashke, e disha që po bombardoj. Kur janë isin mu këthy për pjetë, e dishim që mo s'ka bombardim që atë. Kreti lejmëroj këtë dikush. Kur prendoj këtë dili, murën a predaka që në ndërmarrja e mobileve, shkun murën drasa e shtyllat mëdha drunit, e mbyllnin derën kryesore. Serb, jo na, ata e mbyllnin, mes me hikush natën, se për fat tonin shqiptarve, i kish lajmëru dikush të u që këja është në gërmi, po pret çdo moment me hi serb që ka janë krejt mi likvidu. E ata tash u tutëshin prej shqiptarve të që kës, e pështojshim na. Bishin serb natën që ta pare militarë në hotel, dëshin me qelë derën me na morë neve në likvidu. Ata serb të ruishin të ashton natën, se qershin s'kish ku shans me qelë, se kishin qitë druje, lanë atje në shkallë e këtu, s'mushin me thyma. Edhe thëshin qitna e këta s'gudzeshin milshu, se të të shimës po flasin serbisht, e janë shqiptarë. Kështu kemi mbjetu 5 familje në atë blok. Deri u kry lufta. Deri u përfundu lufta. E këfori kur ka hi që Kur ka hi këfori ka qenë histori me 2 teha. Natën e parë kanë hi Rus. Masi u gëzum, kanë hi Rus, kanë arë dhe kanë shku në aeroport. Ajo ka qenë i tush i ftoft. Se thanë pas ka trathu dikush, edhe këtu po i ka prapë Serbia, prapë Rusi. Mirë po, ajo dihet tani ajo histori, ajo komandanti atje nuk ka leju me përdorë, se ka ndash me përdorë dhunën, mi këthyrës, po i ka lanë, se të rrezik lufta e 3 botnore, kërcënimi Rusisë, se krejt këto, po tani, kur kanë fillu me ardhë prej Honit e Lezit, Kaçanikut, e ka Gjakova, Morina, e knej, edhe ata Rusë shkun atje në Asipam, shkiti kënë serb të mbyllën, terdhen të hujt, dulem qendrës, festo, në gjitha onë të knaqësi e mrekulli, no, si që din gjithkush, kur ka ardhë një raket, ka ardhë ka banesa profesorit Mark Tomahawk, që shkonte me banesa dhe flak, për mrapa, si një trupi njerit, po e ma e modhe, e t'i ka ra atje sekretariatit ku kanë qenë ata. Kreti ka shpu, aty ka pas shumë të vramë serb polis, kur se kanë thonë numrin. Aty mime pa konë s'ka mujë. Kreti antenë në nalte, deri poshtë, ka të përtu deri në temel. I ka bombardu. Ka qenë, i e gjallë. E ju pasaj me një herë jeni këthy në institut, me një herë na pastaj jemi këthy në institut, jemi marrë vesh, jemi arë peja tjeti ke marrë librat e qa kemë pas në atë shpi, edhe jemi këthy, aty ka qenë sikur në Mekë, kur shkojnë këta pelegrinë që i falen Mekës, aty me i pa profesor, doktor shkence të ullet me puth pragun. Pragun e derës të institutit. Mas gjithë aty në 4 urave ka qenë interesant. Kështu ka qenë. E ju zote ju, sa publikime i keni? Une kështu kam një 70 punimet profesionit tim gjitha fushave të antropologjisë. Të fillu prej lindje dhe ndekje, rritë lindjes, fejesës, martesës, dasë, mortore, veshjet, arkitekturën, popullore, mitologjinë, shtresimet kulturore, gjitha fushë arkitekturë, bujqësi dhe blegtori, gjitha këto. Kam disa monografi në Podgurit prej Zrenit, që atë temë doktoranture, e botume. Kam shtresime kulturore, tjetrën. Kam në një cep të Iliris, atje në koautor për sëri monografi shqiptarëve të Malit Zi, që botu është ilustru me madhe, prap monografi. Aty kam pjesën etnografisën, të tjerë të kanë historinë e dikush tjetër. Kam veshjet, kam doket, kam zakonet në atë monografi. Kam monografin për rrugoven me Akademinë e Shkencave të Kosovës, me profesor Mark Krasniqin, me ullumtuj me punë të rrenë, botume në vitin 78 nga Akademia e Shkencave. Kam publikime pasaj në revista gjurmime albanologjike, seria, folklore, etnologji, në gjurmimet studim etnografia shqiptare, studime etnografike, studime historike, Qipëris ato, në simpoziume, kumtesa, të mrenshme dhe të jashme, që qështu. Mirë, zoti ju falimderit shumë. Aju lodha. Për shpund me shtu. Aju mërzita. Falimderit po shiqo.
me kënaqësi prej këto në gjallën. Shpeshherë natën më del gjumi dhe mendoj, po thëmë qysh se kam këtë aparatin afër tash, se shumë më kujtohen që ditën s'më kujtohen, ha? Mirë po, kur të rri me kolege, bisedojmë tash evokojmë mendimet e këto, a është e mundën me qenë kaq vjetër? S'ka 70 vjetë, po jetat mbush nga njëre shumë. Veç mbetet marak në jetën time, që ka mund me kontribu shumë ma shumë. Shumë ma shumë, e do rrethon as në kanë liju. Nuk në kanë liju. Se me të shpjegu për jetën time, ti rënqethësh, edhe thu, këtë qenë ka maj fort se gjdo qelik se peronikl. Me qëto du, qëto që kanë pa këta syje kam punu. Prej fshatit, me mas pakut 500 metra ka mure, e kulme që ja kom punu. Tu qenë profesor, tu qenë institut, tu lëmtus, tu qenë fakultet. Familjes me ndimu. Prej këtu i të shkojsh, ajo punojsh atje. Qka ka shpia ime, 3-4 që është pej themelit me projekt, me kret, me qëto dure kam punu. Vet. Tjetër. Shkollu ata fëmijë, ata vlla e motra me burs timen, jo jepsha, blesha fletore, blesha qishtë. Pastaj, në teren, këto katrahurat e sistemit, kanë qenë disa pengesa edhe të institutit, kështu. Ka mund me marrë burs me studiu ku shkun kolegët në Evropë. S'leja ishin për e sape që do raporte që shi kemë një shqiptarët, pa lidhje, që shumë pa lidhje, sa rëqethesh mi thanë. Pse si ke thanë dikuj tu nga tjeta, se mi thanë aty, kuj boni për ty që shtu për ke majt veten vertikalisht, ta merri natë, ku mënot me gjbin, s'te banes. Ti merre me men, arë puna deri aty, sa drejtori bashkësisë shkencës, që ka do mjetët për institutet shkencore. Arë në mledhi Malazes ka qenë. Ne s'kishim as betu me dalë në teren, as banesa 3 që ishim, as Ibrahim Mason, as tjerë. Rishim me qira, roga e vogël, qiraja madhe, pak banesa. Edhe thamë, s'kem kushte në punë, s'ki banes, s'ki familje, fëmi, ka. Po tha ju kur s'keni bo kërkes, as me shkrim, as me goj. Tha pare, tha po humbim, se atër ka qenë ligji. Qaj fond që ishë në bashkësit shkencë për institutet, duhet me rena viti me programe mu hargju. Qka metrin, hupshin, datë ke programi i ri. Tha pras, ke as për makin, as për banes, as keni kërku. Ana me qera. E tash, kur kam njës shpinë së pali, aty s'kishte ullë. U lodha me qera. Edhe ishte urrit e fëmija, shpenzimet matë mëdha, qeraja e madhe. Që tu kuma kësë veçla në vetë vendosje. Në shpit ti mas ushtrije, kur ka marrë, kom gjetë një banes, ka qenë në vlerë 500 marka. 1000 marka ka qenë roga ime. 500 veç banesa. Ka marrë kredin, me bleq atje në pyll, edhe 500 me qka me jetu. Tu bajtu në konta, me ndërtu, me punu, me kry projektin, në institut që kishë obligim me kry projektin e gjitha këto, po thamë nga njeri maj fort se qeliku. Po qka më ka met mas tepërmi, më ka met, kur kam apliku në bashkësit shkencë, ka qenë Tajra Abdyli, sekretar, kishte pare sa dush, kretë kolegë, konkurun, dikush për Gjermani, dikush për Greqi, shkretë Raqa, për me mësu specializime, me mësu gjumë. Edhe aplikova unë me një kolegën time në Zaferë Mustafen, thamë na përshkojmë në Fransë për frëngjisht. Se frëngjishtin e kisha mësu në shkollë fillore. Ta që sa mësohet në fillore, atërë me një mësus që si shti ku me ditë saj kualifikuar. Edhe shkova apliku në institut, sekretari me të kemi qu dosjen në bashkësit shkencë. Kështu ishte rregull. Per dita po më thotaj Tajra Abdyli si kësha punu në gjimnaz me te kolega, i kish kalu pastaj në bashkësit shkencë për gjimnazit. E i ndonë të mjetët. Tha u, nesër është e ejtë, tha më mbledhja këshillit, tha i ndojmë, tha bursën e kitë sigur që ka mjetër, balë s'ka konkurent, tha, veç ti tha për Fransë në Zaferja, për Greqi Shkelzeni, tha ka mjetër mjatë. S'ka konkurent, tha i merë një bursë. Konkurua për një vit.
unë edhe me Zafiri. Edhe tash, u krye e janë mrami po dalë me shetit në Korzo delshim. Edhe po më thot, pse tha s'ke konkuru, më thë që kam konkuru Tahirin e takoj. Thash jo me konkuru Tahir qysh jo. Thash në institut të dosje ka pru Ibrahim Xhaliani. Tha jo ne s'kem pas dosje tane, tha unë e kom lyp vetë, s'ka. Qysh me s'ka. Ibrahim Xhaliani i shduk dosjen time dhe të me Zaferes, me urdhën dikuj nuk e lën me shku në bashkësi. Edhe deshtoj busha, deshtoj çfarë demoralizimi. Ato x tjera mos flas, po nin da mora një shembull atin ma thjeshtin, kështu që kemi mujt shumë me kontribu, se ka pas mjete, ka pas mundësi, po në kom hessh, ndrysh bon pun jeri me makinë, 20 vjet s'kem pas makinë, gjithë punëtorë në përshi, borë me qanta sinkone, Vuk Karagjicit të Serbisë në për teren, ka qenë penges, ka qenë dikush që s'delke s'ta dike halën, e rëkin zyre, ti në për ekspedita, e me pa qenë ato, ish punu shumë edhe ma shumë. Me gjithse, kanë punu, është punu shumë. Vlera e punës i institutit është e pamatshme. Sepse, profesori Anton në thoshte, një muj dit del në teren. Për një fëmijë mësoni diçka dhe ka sukses ekspedita, çka është e rrallë. Prandaj deshta them atere, kanë qenë shumisat rralla, se kanë qenë burimore, jenë vjel, janë aty që sot me pas 100 ekspedita me makina si gjenë. Prandaj është punë shumë e madhe. Fatkeqësisht një pjesë është marrë nga ser, një pjesë o djegë, një pjesë o rujt. Qaja që rujt ka vlerë shumë madhe. Instituti ka bo shumë se botimet i ka shpërndarë në kënd bibliotekave jashtë, është merit shumë e madhe, dhe gjindën atje mos u gjindë këtu. Edhe materialet janë, ato që kanë met janë shumë vlefshme, qoftë për gjuhësi, qoftë për histori, qoftë për etnologji, për gjitha degët. Kështu që, po, superlativ gjithmonë s'ka kurkum, duhet më pajtu. Edhe kështu që jemi mirë jem, kam arrit që ata fëmijë kam shkollu, i kam pambarsu, i kam ba vetë vete, kam familjet e veta, edhe njetën e tyne kanë qenë që kur s'ne kanë të razu as gjumin, s'ne kanë zerë, as lagja shpeshere ku i ke fëmin me ndojnë që janë jashtë, janë tepër që të u trahatu, jam i knaqër. Jam i knaqër me jetën. Kam pa shumë, kam kalu shumë, kam përjetimet ndryshme, kam një histori me vete kështu, edhe tash, me konë që le shëndeti, jem ka pak me punu, me i qitë disa që atëre s'kisha mujtë. Tash e kam landin, e kam brumin, do t'i landë do që a i kom marrë, po më duhen do punë më bo profesionale, më qitë nga shiritat në këto, kam një thesartë në madhë të arkivit që nuk gjinet më kur. Do duhet me publiku, do me landë të arkivume, nështë ta dikuj në tarë me një, i shërben pak, sa do pak, ha? Sa do pak, profesori Antone ka pas një shpreje, kur du në pension, ja majtë një takim për shëndet sa ti dhe profesorit Idris. E falendrun, kishte botu 22 blej nga folklori, majtë një simpozion vogël, e lavdrun brezi dega e folklorit, se e themelus, e ka avansu, edhe ja dhanë meritën gojore, simbolikisht ta, po shkon pension, ja blen një orë dore instituti me përkushtim. Edhe mori fjallin dhe dul aty para mikrofonit të tha. Faleminderit, tham, këni qmu ma shumë, nuk e meritoj aq. Tha, unë kam bo përpjekje. Tha, po nëse kam arrit, se në kalan e kulturës shqiptare, ta hedh një guralec të vogël, tha, jam shumë i knaqë. Një guralec të vogël në kalan. Edhe ishte fjallë me ven, se kultura, këto janë të mëdha, njerëzit e krasoj vetën, si asë një pik ujë në qanë. E me pa mund që atë pik me qitë dikun kala për muri është mirë. Sa do pak, se ka shumë, kultura është. Jo me lanat e gonë unë i pari jo, të pare, sa të partë i hangër dhe jo e koha, kam i hangër, po kanë lanë diçka, pakaj. Një profesori Zagrebit ka qenë akademik, shkallë tretë në thoshte, të gjithë ne ngritemi në supet e njeri tjetrit. E jo për fillimit unë e kryova botën, po se cili në supet e një,
ke gjetë diçka para ti e ke avansu. Ai tjetri vjen gjana te dhe tonën e avanson. Ai tjetri të 3 prej 6 librave dhe ke krijuar të 7. Kështu që shumë drejt. Ju faleminderit për mundësinë më rrëfy, nuk e di sa janë të qelluara, sa jo. Një shëtijet vogël për ditët e mia. Ka shumë që ka me thonë, ka në qase ndryshme. Ju uroj punë të mbarë, suksese, inshallah ju shko puna mbarë. Botimet që mi dhurut, po është se keni punu shumë mirë, edhe shpresoj që ju s'nalni me kaq, po vazhdoni tutje. Jo, s'ndalni. Faleminderit.